për aspekte procedurale dhe jo që të lëshojmë në përmbajtje të projekt ligjit. Ju lutem që të keni parasysh këtë. Tani është radha e grupit parlamentar të LDK-s, zonja Jehona Lushaku Sadriu, shefja e grupit. E nderuara kryetare, të nderuar kolegë deputet, ka fillu me u bo një praktik e futjes së rendit të ditës së pikave të reja në mënyrë të jashtëzakonshme të ligjeve të cilat do duhet ishin bazament edhe të kishim kohë që t'i lexonim, t'i analizonim edhe në bazë të përvojave të jepnim më të mirën që me pas ligjet më të mira. E kundërshtojmë absolutisht mënyrën e tillë të imponimit të ligjeve në seanca të rregullta në mënyrë jashtë procedurave të rregullta. Prandaj ju bëj thirrje që jo vetëm për këto ligje, të mos na qetni përpara akteve ku ne duhet vendosim të zgjedhim shumë thjesht mes një procedure normale dhe një procedure abnormale. Prandaj të lutem ta përdorni autoritetin e juaj dhe të mos lejoni që në agjendë edhe në seancë të vinë ligjet pa rend të ditës dhe të pa trajtuara në mënyrë të rregullt dhe me afate të rregullta. Zonja Lushaku, për sqarim, unë nuk kam asnjë autoritet në raport me kërkesat e grupeve parlamentare. Është seanca ajo, deputetët e kuvendit